për rinin, nuk dua rini të Big Brotherit, për rinia e përputhjes, rinia e portokallis, ato budalliqet, ato janë gjëra që nuk t'japin asnjë farë ndjesie, kënaqësie ose të mësosh. Ato janë rini e bërnut, rini e keqe. Tash të marrë shembullin e Shiko, për sa i përket rinisë, po të shikosh ti thua që nuk është aktive, nuk është shumë sociale, po të shikosh lokalet e natës janë plot. Janë plot lokalet e natës. Pra kush duhet të jetë më shumë plot, lokalet e natës apo biblioteka kombëtare? Natyrisht që duhet të jetë biblioteka, se atje mëson njeriu, mëson si të sillet, si të flasi, si të komunikojë. Edhe në klub mëson se ti të kërcej, se si të sillet, se si Në klub mëson kurvëllishëm në klub. Mëson drogon, mëson ato prostitucionet që bëjnë ata, s'ka gjë më të shëmtuar në klubet tona. Ka në për klube prostitucion dhe drogë? Natyrisht, ashtu siç doli në Itali, që i kapën ato në Italis, që ishin klub VIP-ash dhe i kapën edhe t'i dënojnë ata. Çfarë mendimi keni për Big Brotherin? Për çunat e Big Brotherit në tërësi, pastaj flasim edhe për kotën. E thash për Big Brotheri është, të kam thënë unë, është big kurvash aty.